Sipas të dhënave statistikore në Maqedoni, ku përshkruhen martesat e përzjera mes etniteteve, dalin në shesh të dhëna se vajzat maqedonase nuk preferojnë të martohen me shqiptarët. Maqedonasit më shpesh vendosin të martohet me shqiptare sesa vajzat maqedonase me djem shqiptar. Gjatë vitit 2012 janë regjistruar 146 martesa me shqiptarëve dhe maqedonasve, që është rreth 1% nga gjithsej 13991 kurorëzime të bëra. Prej 146 kurorëzime, 132 janë shënuar mes me i shkujve Maqedonas dhe femrave shqiptar, kurse vetëm 14 femra shqiptar janë martuar me i shkuj Maqedonas. Numri i divorceve të këta martesa të përzjera është shumë i vogël, ose vetëm 16 të tillë ka pasur në vitin 2018 nga 146 martesa të tilla. Ndërkaq në vitin 2013 ndërmjet etnitetit të njëjtë Maqedonas janë regjistruar 6879 kurorëzime, ku ka pasur 1074 divorce, ndërsa të shqiptarët janë martuar 4597 çifte dhe janë divorcuar 465 të tillë, njofton zhurnali.